Ish prokurori i Durrësit Arjan Doj u përball në gjykatën e posaçme me Plaren Dervishajn, njeriu që akuzohet si urdhëruesi i atentatit pas ditën e 1 nëntorit 2019 te mbikalimi i Shkozetit, me 1 të vrarë dhe 2 të plagosur. Në ngjarje mbeti i vrarë Andi Maloku, shoferi i ish prokurorit, ndërsa u plagos Ndoj dhe miku i tij Aleksandër Laho, alias Pëllum Muaremi, i njohur si Rumi. Në seancën e së martës, Ndoj u përball në sallën e gjyqit me të akuzuarin kryesor dhe rrëfeu detajet e atentatit. Arjan Doj tha se u nis drejt Tiranës pasi drekoi me disa miq në një lokal në Durrës, automjetin me të cilin po udhëtonte. E drejtonte Andi Maloku, për të cilin tha se e kishte marrë në punë 1 muaj para ngjarjes. Në kthim drejt Tiranës, kur u afruam te mbikalimi, filluan të shtënat. Ishin të shtëna nga 2 armë. Plumbat vinin nga pas, por jo me breshëri. Makina u ngadalsua nga i ndjeri. Vetëm 3 minuta kam qenë koshient. Momentin kur hapa derën, Andi ndjes past ra. Unë jam rrëzuar në tokë pasi dola nga makina. Isha pa ndjenja 6-7 minuta dhe e kam parë veten në spital. Ai tha se nuk ka dieni se kush e ka qelluar, pasi kur nuk ka patur problem dhe si ka borxh njeriu. Fizikisht njoh vetëm këtë njeriu këtu, Plaren Dervishaj. Kam qenë në një takim një herë me një avokat. Unë motivin dua të di. Ndoj u ndal te deklaratat e bëra nga kryeministri Edi Rama dhe ish-zëvendës kryeministri Erion Braçi në emër dhe adresë të tij. I vetmi shqetësimi im i ka qenë nga kryeministri, ish-zëvendës kryeministri, që kanë bërë deklarata publike për mua dhe për vetingun e famshëm, sepse mendoja që mund të vinin në operacionalen ose të më bënin presion me vetingun. Ndoj sqaroi se me Aleksandër Lahon nuk ka patur më takim që nga ajo ngjarje, ndërsa me Genci Malokun, babain e të ndjerit Andi Maloku, tha se ka marrëdhënie normale. Ndoj këmbënguli se është goditur për shkak të detyrës si prokuror, pasi automjeti i tij është lehtësisht i identifikueshëm, ndërsa gjatë seancës Ndoj replikoi edhe me Plaren Dervishajn. I vetmi konflikt që ti ke pasur, thua ka qenë ai me kryeministrin dhe ish-zëvendës kryeministrin Erion Braçi. Sipas teje, nuk ka arsye, nuk njehemi, nuk kemi konflikte. A ke informacione ti që unë kam dhënë porosin për të vrarë? Mos e ka marrë porosin nga Erion Braçi? Kam dëgjuar shumë për ty, edhe nga shtypi, por këto të dëgjuarat i marr me rezerva. Unë po të shoh në sy. Në sy të shoh dhe unë. I pandeuri i tha se zota falte kurrë nëse kishte gisht në atentatin ndaj tij. Ngjarje ndodhur 4 muaj përpara ngjarjes së ndodhur te mbikalimi i Shkozetit. Ti kujton se po të kesh gisht tek ai atentati im, do të fal. Cilin atentat? Atentatin tim ka ndodhur një 4 muaj para teje. Unë kam ardhur për atentatin tim, jo tëndin. Për ngjarjen te mbikalimi i Shkozetit është dënuar me burgim të përjetshëm Redian Raja në cilësinë e ekzekutorit, ndërsa me 35 vite burg, bashkëpunëtori i tij Ariol Halilaj.